Kjo profesi, vëlla motër, është akoma aktive. Se thotë kur të kthehesh, kur ti do të kthehesh. Ky kthim ka ndodhur çatere dhe është akoma aktiv. Që neve po kthehemi që ti bindemi zerit të Atit. Çfarë do thotë? Ti bindesh urdhrimeve. Po ndodh aktualisht që me mira po vazhdojnë që janë në këtë rast në kishën tradicionale të së dielës, po kthehen për t'u bindur zerit të Atit, po kthehen urdhrimet e Tija. Kjo është ajo që po ndodh sot. Për të respektuar urdhrimet e Tija, po kthehen, po dalin nga skllavëria e mëkatit, vëlla motër. Ti mund të thuash që unë jam besoj tek Mesia, po ka shumë besimtarë që janë në skllavërinë e mëkatit. E di pse? Sepse nuk po praktikojnë urdhrimet e Atit. E di që ka shumë pastorë që janë në skllavërinë e mëkatit, sepse nuk po praktikojnë urdhrimet fesat biblike të Atit.